tek agjërimi, a duket ose sikur është stigmatizuar pak edhe agjërimi vite ndër vite, zbën me bë këto, zbën me bë këto, sikur njerëzit fillojnë edhe me u friksu prej idesë që edhe mund me nejtë unë, po nuk është që kom kry në i punë. Ja, agjërimi sinqerisht vetëm për fillestarët pak paraqet, do me thonë hutia, apo paraqet pikpyetje, se në çdo veprim, fillestarët, në çdo veprim, ata friksohen se mos po e prishin agjërimin. Agjërimi është shumë i lehtë. Agjërimi është shumë i lehtë. Pse? Sepse gjërat që e prishin agjërimin janë të pakta, edhe ato zakonisht nxënësat në xhami mësojnë në moshën rinore, apo kur shkojnë tek hoxha me mësuese, kur shkojnë tek mësuesja e fesë, i mësojnë, po edhe masa e gjerë tash përmes mediave, rrjeteve sociale, i mësojnë ato gjërat bazike që prishin agjërimin. Pastaj ato gjërat e tjera, për shembull, thot dikush, e pina pak ujë, e prisha, jo se ke prish. Nga padia, edhe nëse han, edhe pin, edhe në fund bien ndërmend, që ke qenë agjërueshëm, a e ke prish? Jo se ke prish. Ka ndodhur kjo në kohën e pejgamberit a.s. Kur njëri ka hangër dhe ka pi, edhe ka shku, ka thonë i dërguar i Allahut, jam shkatërruar. Pse thot në ditë të agjërimit, në ditë Ramazanit hangra e pina. Ka thonë vazhdoje. Rasti tjetër i kanë treguar që filoni ka hangër, ka pi. Edhe tash ka me boj, ka thonë le të vazhdon agjërimin se e ka ushqyer Zoti. E ka lënë vetë Zoti që ka qit dërmend hiç. Kështu që kisha këshilluar prindrit, nanat edhe baballarët, që fëmijët e tyre të mos i pengojnë nga agjërimi, po dhe nëse ata hanë edhe pinë, e pastaj ti e shef, nuk i nevojë me thonë e ke prish agjërimin. Veç i tregon që ndalohen ushqimet edhe pijet, po tash që hangra edhe pina, krejt është në rregull, të ka fresku Zoti, ta ka lehtësu Zoti, nuk ka gjë të keqe. Normal arben për me qenë agjërimi ai që ne synojmë, nuk është agjërimi veç me u largue, me abstenue, apo me u përmbajt nga ushqimet, nga pijet dhe marrëdhëniet intime, sepse këto e bën lehtë çdo njeri, por agjërimi synon diçka edhe më shumë çka? Pastrimin e zemrave të besimtare dhe mbushjen e zemrave me devotshmëri, mbushjen e zemrave me falënderim ndaj Zotit,